Shikues Top Channel, mirëdita, mirë se vini në Top Talk Economy, unë jam Angelo Aruni. Sot diskutojmë për samitin e investimeve midis vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. I zhvilluar ditën e djeshme, dita e parë, sot vazhdojnë takimet, për momentin janë panele tematike për fushat të caktuara aty ku kompani nga e gjitha Europa do të kenë mundësi të investojnë në rajonin tonë. Por para se të prezantojmë të ftuarin e ditës së sotme, fillimisht le të hedhim një sy piketave kryesore, rezultateve kryesore të prodhuara deri më tani nga ky samit. Sigurisht patëm mundësitë të ndjeshme krahas punimeve të samitit, të ndjekim edhe deklaratat si të kryeministit Rama përmbi të gjitha të presidentes Komisionit Evropian zonjës Ursula von der Leyen, e cila theksoi se të investosh tani më në Ballkanin Perëndimor është si të investosh në Bashkimin Evropian, duke nxjerrur gjitha kompanitë që të bëhen pjesë e këtij fronti të ri. Përfitimet kryesore deri në tanishme, rezultatet e para konkrete, por edhe premtimet ndalura do të ishin duke nisur nga viti i ardhshëm heqja e tarifave roaming për gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian. Pra, njëjtë siç kemi bërë vitet e fundit sa herë që vizitojmë vendet e Ballkanit Perëndimor, me të njëjtën paketë telefonike do të kemi mundësi që të shfrytëzojmë lirshëm komunikimin, minutat, por edhe datat, pra thënë ndryshe internetin në të gjitha vendet e Europës. Por po ashtu, 10 marrëveshje biznesit të lidhura, 24 investime potenciale, të cilët do thithin dhe do gjeneronin miliona euro, 4 miliard euro investime në rajon të premtuara si pasojë e tyre dhe 400 milion euro letra qëllimi, intent letter të quhen ndryshe në gjuhën formale, ato ku shumë biznese përmes projekteve të tyre, por njëkohësisht edhe projekte ndërqeveritare angazhohen që të investojnë qindra miliona euro pikërisht në vendin tonë. Sipas zonjës von der Leyen, 3 janë sektorët kryesorë ku do duhet që të përqendrohemi: inteligjenca artificiale, energjia e pastër, si dhe zinxhirët e furnizimit. Megjithatë, nga ana e tij, vetë samiti ofron edhe sektor të tjerë të gjerë ku ka potencial, jo vetëm në Shqipëri, por në gjitha vendet e tjera, sektori digjital në veçanti, sektori energjetik, ai bioekonomik, ku për momentin po zhvillohet edhe një panel, prodhimi, por edhe lëndët e para kritike, e cila do të shërbej veçanërisht Europës një diçka e vendosur në theks që pas nisjes luftës në Ukrainë, si dhe pritja të ndryshe akomodimi dhe ekonomia qarkulluese. Edhe këtu presim me njëherë më pas një tjetër samit. Por nuk janë këto të vetme, këto le të themi ndiqen edhe nga ai i cili është në vazhdimsi, i prezantuar në fund të vitit 2023, plani i ri i rritjes për vendet e Ballkanit Perëndimor, 6 miliard euro, nga ku 1/3 do të jenë grante, por mbi të gjitha do të kërkohen që të bëhen në kuadrin e reformave të ndryshme ekonomike, në mënyrë që të vendet Ballkanit Perëndimor të dyfishojnë GDP-n e tyre brenda dekadës në mënyrë që të jenë të gatshme dhe të denja mbi të gjitha për të bashkuar pikërisht integrimit evropian. Për diskutuar për këtë çështje kam kënaqësinë që të kemi në komunikim të drejtë për drejtë ekspertin për ekonominë dhe pedagogun zotin Klodian Muço. Zoti Muço, ju falenderoj shumë që jeni me mua. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Le ta nisim ndoshta nga ajo çfarë është mesazhi kryesor që del nga ky takim, i cili nuk i drejtohet Ballkanit, po i drejtohet bizneseve europiane. I thuhet, hajdeni në vende si Shqipëria që të investoni, por realisht është një mundësi, siç e prezanton Komisioni Evropian, sepse do të rriten ekonomitë, do të jenë pjesë e BE-s, apo është një nevojë tani në mënyrë që pse jo edhe të ndihen pak më të mira, më të qeta në lidhje dhe të kenë përfitime më të shpejta këto vende? Është një oportunitet shumë i madh jo vetëm për Shqipërinë, por për të gjithë vendet e rajonit në fakt. Dhe një ndër deklaratat, le të themi më frujtdhënëse, nëse mund ta quajmë kështu, pjesa e deklaratës që ne nuk po ju trajtojmë si vendet e Ballkanit Perëndimor, por si vendet e Bashkimit Evropian të së ardhmes, që nuk kupton që praktikisht tregon optimizmin se këto vende shumë shpejt do jenë pjesë e familjes së madhe të Bashkimit Evropian. Kjo është, le të themi, në aspektin optimist dhe në aspektin le të themi të stimujve që mund të bëhet bizneseve të Bashkimit Evropian për të investuar në Shqipëri, apo anasjellta që bizneset shqiptare, por jo vetëm shqiptare, por të gjithë vendeve të rajonit, duhet të parapërgatiten për të bërë pjesë e kësaj familje të madhe që nuk kupton që ashtu siç janë oportunitetet që operon në një treg më të madh, ashtu normalisht janë edhe pjesa e sfidave që bëhesh pjesë e një tregu më kompetitiv se sa ky që operojnë aktualisht. Kjo është mesazhi dhe pjesa më optimiste e të gjithë kësaj nisme. Sigurisht pastaj janë dhe një sër oportunitetesh të tjera që u dhanë në pjesën ekonomikës, flasim për deri në 2 miliardë euro grante, flasim për rreth 4 miliardë euro të tjera investime në sektor të ndryshëm të ekonomisë, që tregon një oportunitet shumë të madh. Ajo që tashmë ngelet në dorë të vendeve të rajonit dhe konkretisht na intereson Shqipëria, është fakti që duhet të shikojmë të bëhemi gjithmonë më kompetitiv.
Jo vetëm për veten tonë, po edhe në raport me vendet e tjera të rajonit. Pra, ajo që ti Bashkimi Evropian dhe deklaratat e djeshme dhe ato të sotme se vazhdon akoma, është pjesa që ju keni këtë mundësi. Pra ne e vendosim këtë mundësi në duar tuaj si një oportunitet. Jeni ju ata që duhet që ta shfrytëzoni apo të përfitoni nga kjo mundësi. Kështu që në të tilla kushte qoftë Shqipëria si shtet, qoftë bizneset shqiptare, po ashtu edhe ato të vendeve të rajonit duhet të përfitojnë nga kjo situatë. Është një oportunitet shumë i madh, sidomos për ndërmarrjen që operojnë në sektor të caktuar të ekonomisë, sidomos ato në Green Plusin, po të kesh parasysh edhe të deklarata është folur shumë për energjinë e pastër, për energjinë e gjelbër, për investimet në sektorin mjedisor që bëjmë pjesë edhe të kapitujt e bashkimit, të kapitujt e hapur tashmë të Bashkimit Evropian që ne duhet të plotësojmë për të bërë pjesë e kësaj familje të madhe. Por profesor, përpara se të kalojmë ndoshta tek përfitimet potenciale, për gjithë zërat skeptik vetë brenda Unionit që në një moment apo në një tjetër një krahas lobimit vazhdueshëm që bëjnë, mund bëhen edhe pengesë ndoshta jo për Shqipërinë, por për vende të tjera. Tani kërkojmë që të trajtojmë si një dhe të vetëm. Jemi si rajon një barë që do të trajtohet me mbështetje, ndoshta me ndihmë ekonomike, le ta quajmë kështu, apo realisht një mundësi nga ku Europa mund gjejë një energji të re, të shfrytëzojë kapitalin ton njerëzor, që të jemi vlerësuar në fund ditës. Pa u dashur të largohem nga situata aktuale, ajo që po ndodh sot në nivel global, është pjesa që vetë ekonomia globale, globalizimi në vetvete ishte konceptuar ndryshe dhe kishte shumë optimizëm për globalizimin. Ndryshimet e fundit, konservatorizmi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nuk shikohet tani e ardhmja ekonomike si një bashkim Evropian dhe Amerikës së Bashkuar dhe pastaj vendet e tjera si Kina, India dhe Rusia nga ana tjetër e medaljes. Sot po flasim gjithmonë më shumë për proteksionizëm. Pra, nga një anë kemi një situatë ku Amerika, nëse mund të quajmë kështu, operon në këtë treg global i vetëm. Nga ana tjetër kemi vende si Kina, India, Rusia të tjerë që tashmë po krijojnë dhe bankën e tyre të zhvillimit. Nga ana tjetër kemi Bashkimin Evropian. Pra Bashkimi Evropian gjendet në një situatë të tillë që ndoshta duhet të rishikojë dhe faktikisht ky fenomen po ndodh që ka filluar të ndodhi që nga fillimi i pandemisë, që vendet e Bashkimit Evropian të ndryshme po bëjnë kompanitë, po bëjnë reshoring. Pra, po tërheqen, po shikojnë domethënë një rishikim të investimeve në vendet aziatike dhe po i kthejnë këto në vendet e Europës për arsye të kostove të transportit, për arsye të problematikave që në pjesën e aspektit gjeopolitik dhe gjeoekonomik, dhe shikohet Shqipëria apo vendet e tjera të rajonit që nga fillimi i pandemisë ne jemi shikuar si një oportunitet. Pra ideja është që Azia është shumë larg, është një treg me një potencial shumë të madh, me kosto shumë të ulta të prodhimit, por njëkohësisht është shumë larg. Distanca në një farë mënyrë ka kosto, koha kushton, dhe në të tilla kushte hajde të afrohemi të gjejmë vende të tjera, të evidentojmë vende të tjera të rajonit që janë shumë afër, që distanca e transportit bëhet ku ta diun për 24 deri në 72 orë, dhe kjo na mundson që ne të shikojmë këto vende të prodhojmë me kosto të ulët, por njëkohësisht të jenë afër vendeve të kompanive të Bashkimit Evropian. Kjo ndoshta është arsye që nga kjo situatë, nga fillimi i pandemisë në vim kemi parë që shumë prej kompanive të rëndësishme ndërkombëtare, sidomos me origjinë nga Bashkimi Evropian, kanë investuar kryesisht në Serbi. Kemi kompani të sektorit automotive, kemi kompani të prodhimit të gomave, pra kemi një sër kompanish të rëndësishme që kanë shkuar në Serbi. Tashmë Maqedonia po ashtu ka përfituar nga një investim shumë i madh në prodhimin nga fabrika prodhimit të mikroçipave të tjerë. Kështu që unë kam përshtypjen që komplet vendet e rajonit shihen tashmë si një oportunitet. Sigurisht janë vende me të ardhurat të ulta që nuk kupton që vendet e Bashkimit Evropian, ashtu siç ka ndodhur të kaluar, që ndoshta ka qenë një ndër arsyet kryesore pse ndodhi Brexit, pse ndodhi dalja e Anglisë nga Bashkimi Evropian, kush është që vendet më të vogla me të ardhura më të ulta, apo vende si Shqipëria apo si vendet e tjera të rajonit, ndoshta do shikohen edhe si një barë në thojza, sepse do kenë nevojë për më tepër investim. Megjithatë, ajo që është vënë re sot, domethënë ndoshta po ndodh një rikonfigurim i ri gjeopolitik, ka përshtypjen që Bashkimi Evropian e shikon si një partner, vendet e tjera të rajonit, ndoshta shikon zhvillimin apo investimet më tepër te këto vende sesa te vendet e largët aziatike.
Ndërkohë duke ardhur tani te konteksti shqiptar, të ato përfitime potenciale. Sigurisht që her pas here tek energjia kemi parë investime, kemi tani edhe të projektet përfunduara nga kompani franceze, kompanitë norvegjese si Statkraft përpiqen që madje të ripërtërihen me investime të reja këtu, por në gjithë ato sektorë të tjerë të cilët reklamohen dhe me drejt ndoshta ne joshemi apo edhe xhelozojmë pak kur dëgjojmë sikurse ju e përmendët për investimin automotiv në Serbi, në Maqedoninë e Veriut, që krahas rritjes ekonomike gjenerojnë fund fare edhe punësim. Shqipëria nga këto lloj investimesh të cilat populli mund të përfitoj pak më shumë dhe mund të përfitoj pak më shpejt. Ku e kemi potencialin që të thithim? Është vërtet digitalizimi, teknologjia, inteligjenca artificiale një sektori i tillë për vendin tonë? Atë të kalojmë pak në ndoshta në nivel makro, po duhet shpjeguar faktikisht. Ajo që është vënë në Shqipëri në kohët e fundit është fakti që Shqipëria është një vend që popullsia po të kurret nga dita në ditë. Pra ka një mungesë të theksuar të forcës punëtore dhe njëkohësisht edhe plakja e shpejtë e popullsisë. Në të tilla kushte zhvillimi ekonomik nuk mund të bazohet vetëm te investimet, por të bazohet kryesisht te produktiviteti. Pra nevojitet investime në ato sektor me produktivitet të lartë. Kështu që në të tilla kushte Shqipëria nisur nga kjo situatë, nga ky kontekst në të cilën ndodhen, ndoshta sektori më i mirë është sektori i digitalizimit, është investimi në inovacione të tjera që gjenerojnë, le të themi, produktivitet të lartë dhe për këtë arsye Shqipëria ndoshta potencialin e ka këtu. Sigurisht sektor si turizmi apo si energjetika vazhdojnë që të jenë gjithmonë me interes, domethënë për vetë kontekstin në të cilën ndodhet Shqipëria, aspekti pozicionit gjeografik dhe klimatik për sa i përket sektorit të energjisë, dhe aspekti gjeografik në një farë mënyrë dhe në sektorin e turizmit pozicionit. Kështu që në tilla kushte unë shikoj që ndoshta në të ardhmen do vazhdojnë akoma të investime në sektorin energjetik dhe turizmi sigurisht që Shqipëria ka një potencial shumë të madh dhe një zhvillim që të zgjeroj dhe të turizmin dhe mos të fokusohet vetëm në 2 muaj të përqendrohet kryesisht vetëm në 2 muaj të vitit. Kam përshtypjen që Shqipëria mund ta zgjerojë në 3 apo në 4 muaj që turizmi të jetë me impakt shumë të madh në ekonomi. Sigurisht do vazhdojnë të kemi të njëjtat problematika që i kemi përmendur gjithmonë si informaliteti, si ndoshta shpërndarje ulët që këto para, sidomos këta sektor që sapo përmendëm, për fatin e keq nuk kanë një shpërndarje të mirë të ardhurat, pa ngelen përqendrohen në pak duar, por megjithatë është një oportunitet shumë të madh. Le ta nisim nga sektori energjetik që impakti në punësim e ka relativisht të ulët. Megjithatë, pjesa që ne të kthehemi në një prodhues që jo vetëm të arrijmë të kemi një autokonsumin dhe duhet pasur parasysh që sektorët dinamik, inovacioni, digitalizimi, AI-a të tjerë kanë çojnë në një rritje të shpejtë të konsumit të energjisë. Rritet që energjia në 15 vitet e ardhshme mund të dhjetëfishohet konsumi për arsye të këtyre teknologjive që konsumojnë shumë. Kështu që në tilla kushte prodhimi i energjisë në vend për autokonsum, por edhe ndoshta duke parë mundësinë edhe të eksportosh, sigurisht ndikon në pjesën që mund ta paguajmë me kosto më të ulta brenda, pra për qytetarët dhe industria, por nga ana tjetër edhe të përmirësoj balancën tregtare. Aspekti i dytë i turizmit sigurisht ka një impakt shumë të madh në punësim dhe mund të stimulojë edhe më tepër punësimin, edhe pse rishpërndarja e ardhurave nuk është kaq e madhe. Pastaj pjesa e digitalizimit, nëse vërtet do vazhdojmë në këtë aspekt dhe do rriten investimet në arsim në tërësi, sepse që të arrish digitalizimin të ke nevojë që të investosh shumë dhe në kapitalin human të kualifikuar në startupe të tjera. Pa duhet një mendësire, duhet një strategji dhe zhvillimi që ky do jetë fokusi jonë në 10 vitet apo në 15 vitet e ardhshme. Kjo ndoshta mund të zgjidhë me rritjen e shpejtë të pagave në këtë sektor, mund të bëjë të mundur edhe zgjidhjen e atij problemi që kemi neve sot, që është ndër sfidat më të mëdha të vendit, plagje shpejtë e popullsisë dhe mungesa e burimeve njerëzore të kualifikuara. Ndërkohë, profesor Muça, edhe një pyetje e fundit, duke qenë se edhe kur prezantua plani i rritjes, një ndër elementet kyç krahas garancive që jep BE për integrimin, për shpejtimin në kryerjen e reformave, një element ishte edhe tregu i përbashkët rajonal. Kjo gjë duket sikur diskutohet gjithmonë më pak, ka dalë edhe nga agjendat zyrtare të qeverive tani më. Por shërbente mbi të gjitha aso kohë si një test para prak për të përfshirë më pas një treg më të gjerë europian. Sot neve na leverdis të braktiset në tonjë za ky projekt, apo do duhet që ta kishim sfërvuar veten midis 6 vendeve fillimisht?
Gjitha vendet e Ballkanit në tërësi, para se të beshin pjesë e Bashkimit Evropian, nisi nga ajo paradhoma, në qoftë se mund ta quajmë kështu, e Bashkimit e tregut, të madh të Bashkimit Evropian, nga tregu i CEFTA-s, domethënë nga bërja pjesë e CEFTA-s. Ajo që zhvon re ndër vite, domethënë nga një analizë e bërë nga tregtia, që kur Shqipëria u bë pjesë në 2007 në vijim apo krijimi i tregut të përbashkët të Ballkanit Perëndimor, ishte në këtë fokus, pra para përgatitja e bizneseve për të bërë pjesë e një tregu më të madh siç është ai i Bashkimit Evropian. Ajo që është bërë në fakt është që kompanitë shqiptare ndër vitet, pak nga CEFTA, nuk ka pas një krijim të tregtisë, pra fokusi që të zhvillohet prodhimi, të zhvillohet tregtia të tjerë. Ka pas vetëm një devijim deri diku të tregtisë, pra duke hequr dorë, ku ta diu, nga furnizimi me produkte nga vendet e Bashkimit Evropian dhe duke kaluar te vendet e rajonit. Qëllimi në i bërjes pjesë të këtyre tregjeve është para përgatitje bizneseve në aspektin e kompeticion, në aspektin e konkurrueshmërisë, por edhe pjesa që të krijohet tregti, pra që ti të arrish të prodhosh më tepër, të bësh të stimulosh prodhimin, gjë që në fakt nuk ka ndodhur. Çfarë na e propozoi Bashkimi Evropian, po të kemi parasysh të kthehemi nga 2014 në 2017, domethënë marrëveshje Berlinit, e Triestës e të tjera, na thanë që ne kuptojmë që ëndra juaj si shqiptar, po e gjithë vendeve të rajonit, kryesisht përtej Serbisë, që ndoshta ka pas, domethënë ka pas të qartësi që ka pas populli shqiptar apo shteti shqiptar për sa i përket integrimit në Bashkimin Evropian, është që ne kemi shumë të qartë që ju duhet të bëni pjesë e kësaj familje të madhe. Por para se të bëni pjesë e kësaj familje të madhe, keni shumë rrugë për të bërë dhe një ndër këto rrugët, apo le të them një ndër parapërgatitjet që duhet të bëni është që bizneset që operojnë në tregun tuaj, pra bizneset shqiptare dhe të rajonit, duhet që të parapërgatiten të bëjnë pjesë e këtij tregu të madh, sepse ndryshe ekziston Afrika që ne deri diku e kemi kaluar në vitet të 10. Ajo hapja në masë e tregut, çfarë bëri që shumë prej bizneseve të gjendeshin të papërgatitura ndaj kësaj konkurrueshmërie të lartë dhe të detyroheshin në një farë mënyrë të mbyllin apo të dështonin apo të falimentonin. Kështu që unë e shikoj më tepër si një paradom, si një parapërgatitje, si një fitim të imunitetit, nëse mund ta quajmë kështu, që bizneset të mund të integrojnë një treg më të madh që të jenë më kompetitive. Profesor Kleven Muçet, falenderoj që ishim mua në këtë pjesë të parë të Top Talk Economy, dhe do shkëputemi me hapësirë shkurtër kurzitare, kur të rikthehemi diskutojmë më shumë edhe me shifra tani më për këtë dëshirë tonën për të thithur investime, veçanërisht nga vendet e Bashkimit Evropian, për sa janë sot shifrat dhe ku po investojnë ata.